Përshëndetje miq, mirë se erdhët në studion e emisionit Pa Gjurmë. Ditën e sotme, redaksia e emisionit Pa Gjurmë do të sjellë një nga zhdukjet më të bushme post-komunizmit në Shqipëri, pikërisht zhdukja e Remzi Hoxhës, një shqiptar nga Shkupi, i cili kishte ardhur me familjen e tij të jetonte në kryeqytet këtu në Tiranë, por mesditën e 21 tetorit të vitit 1995, ai u rrëmbye nga ishpunojës të shik, u vra dhe trupi i tij u zhduk. U mbushën 30 vite dhe ende familja nuk e ka trupin dhe nuk ka një varr të Remzi Hoxhës. Edhe pse ish gjykata e krimeve të rënda në vitin 2012 shpalli një fajtor, Ilir Kumbaron, ish punojës i shikut të Tiranës, ky fundit u largua, është në arrati, u dyshua fillimisht se shkoi në Britaninë e Madhe dhe pse aty ende kërkohet nga drejtësia e Britanisë së Madhe, por ende nuk është gjetur një gjurmë. Do të flasim sot për të zhdukje të bushme dhe me mua në studio është djali i Remzi Hoxhës, Ardian Hoxha. Përshëndetje dhe mirë se erdha. Përshëndetje, mirë se gjeta, faleminderit. 21 tetor të këtij viti, plot 30 vite nga zhdukja e babait tuaj. Besoj që shpresa është ajo që vdes së fundit. Ende keni shpresë për të gjetur trupin e tij. Po normal, përderisa nuk kemi një varr, përderisa nuk e kemi trupin e tij, gjithmonë është 1% që dëvën të mendosh që edhe mund të jetë gjallë. Do thotë, ne kështu e dim, ka fakte dëshmitare kështu me radhë që kanë treguar se ai ka ndruar jetë në ditën e 4 apo të 5 pas rrëmbimit, po që i bie data 26, 27, 25, 26 tetor 1995. 95, edhe një mënyrë është e vështirë sepse nuk ka konkluzion. Domethënë nuk është mbyllë si rast dhe për neve ende është që na e ngacmon shpirtin çdo ditë. Sot me ne në studio është avokati Idait Beqiri, i cili e njeh mirë këtë histori. Përshëndetje avokat dhe mirë se erdhe. Mirë se gjeta, Odeta, faleminderit për ftesën. Rrëmbimin e Remzi Hoxhës padyshim e njihni si histori. Po, e njoh mirë. E njoh mirë motivin, madje i njoh mirë edhe vrasësit të tij. Dhe është një krim i rënd shtetëror që i rëndon shumë shtetit shqiptar dhe do i rëndoj, sepse ishte një vrasje politike, ishte një vrasje e një njeriu, e një atdetari, e një njeriu që nëse flasim për ushtrinë çlirimtare të Kosovës, do flasim që ku i kishte ajo fillesat e veta kur u hodhi rrenjë. Edhe Remzi Hoxha është një ndër rrenjët e saj të fillimit, bashkë me mjaft luftëtar të tjerë, por ai edhe për natyrën që kishte, për atë dashurinë e madhe që kishte, ai ishte edhe një sy tepër vigjilent për të parë nga i vinin rreziqet faktikisht edhe vetë Shqipërisë këtu brenda, por në mënyrë të posaçme edhe lëvizjes për çlirimin e Kosovës. Dhe ai faktikisht dikush thot në rrethana rastësore, por unë nuk, madje mund të kenë mendim të tillë edhe familjarët e tij, që të thonë për rrethana rastësore e u gjend në takimin në orë të Slobodan Miloševićit, Kiro Grigorovi dhe Cali Berishës, por ai nuk je rastësor që vajti atje, dhe ai ka qenë një takim anti-shqiptar, u bë për të keqen e Shqipërisë faktikisht, se pas atij takimi pastaj rrjedhoi atij takimi, erdhi edhe thyerja e embargos armëve dhe të karburanteve që bëri Sali Berisha përpara se të diskutojmë të gjitha këto opsionet, avokat në kafenet e gazetarëve të atyre viteve, flasim 1995, dua të theksoj që vetëm përpara 24 orëve kanë folur me shumë gazetarë që kanë qenë të kronikës së zezë dhe kanë mbuluar ngjarjet e vitit 1995 dhe padyshim dhe rastin e zhdukjes, rrëmbimit të babait tuaj i dashur Ardian, të gjithë ma kanë pranuar që ishte vrasje politike, por kanë dhënë versione të ndryshme. Ju po ndalin në një version që ta diskutojmë, por a dyshohet që Remzi Hoxha mbante në celularin e tij një video të rëndësishme ndaj ish presidentit të vendit dhe ky ishte edhe shkaku i rrëmbimit? Po këtë bëri ai, domethënë ai faktikisht e ka filmuar takimin e Gligorovit, Miloševićit edhe Sali Berishës në orë, e ka filmuar. Dhe atë video ai e ka patur. Dhe jo vetëm e ka patur, po ja ka dhënë edhe dikujt, domethënë një person i të rëndësishëm. Ja ka dhënë edhe këtu në Shqipëri. Por gjithsesi ende nuk dihet e vërteta.
hipoteza që janë diskutuar dhe dyshime, por një të vërtet ne nuk kemi motivin. Po kjo e vërteta del nga dëshmitarët okular, ata që kanë qenë në lidhje me te, ata që kanë qenë grupin ilegal bashkë me te, edhe ka patur disa që kanë qenë në DNI, por ata që kanë qenë në DNI, ata nuk ekzistojnë sot, se në DNI bie fjala ishte Ali Uka, një gazetar që ka bërë dhe investigime tjera, pa të e vrau grupi Sali Berishës. Edhe zoti Thaçi në deklaratat e veta e ka përmendur këtë histori. Po nga ana tjetër, ishte edhe një tjetër, unë nuk e di, domethënë se çka ndodhur më vonë me te, po një pjesë të mirë të kohës jam marrë dhe unë me te, po kishte dieni një Ismet Kryeziu, edhe ai u zhduk, nuk e s'dihet ku është më. Domethënë u zhduk këtu në Shqipëri, këtu e muarën, domethënë e nxuarën nga shtëpia që jetonte këtu në Shqipëri. Edhe u zhduk, ka një proces të hapur e shpezulluar, se ku ndodhet ai nuk dihet. Por gjithsesi duhet thonë, ka ende njerëz që janë gjallë që mund të dinë për këtë ngjarje të rëndë. Hetim të mrekullueshëm çështjes i bëri prokurori krimeve të rënda Xhevat Hana, i cili zbuloi shumë gjëra, e kur erdhi problemi atë helmuan, ai vdiq para kohe prokurori, dhe pastaj u fut në dritarja në zyrën e tija, atje në prokurorinë e krimeve të rënda ku është Spaku sot, edhe ju morin pjesë e dosjes edhe është në duart të kriminalëve sot pjesë e dosjes dhe ai u zhduk. Këtu e kam fjalën më dhe që këta janë dëshmitar okular, po i pjesë e tyre u zhdukën. Por fillimisht unë dua të jap një material, një kronik që ne kemi përgatitur, kush është Remzi Hoxha dhe si u rrëmbye ai në Tiranë 21 tetor të vitit 1995. E ndjekim të material dhe rikthehemi. Më 21 tetor 1995, në mes të ditës në Tiranë ndodhi një zhdukje që edhe pas 3 dekadash, mbetet një plagë e hapur për familjen Hoxha dhe për historinë e re shqiptare. Remzi Hoxha, një biznesmen dhe aktivist i njohur nga Shkupi, ishte vetëm 39 vjeç kur u kap nga shërbimet sekrete shqiptare dhe që nga ajo ditë nuk u pa më. Ai la pas 5 fëmijë të mitur dhe një bashkëshorte që prej 30 vitesh kërkon drejtësi, por ende nuk ka një varr ku të vendosë një lule. Më 21 tetor 1995, rreth orës 13:30, pak minuta para se të shkonte të merrte djalin në shkollë, para punishtes së tij ndaloi një makinë Volkswagen Golf, ngjyrë ulliri. Disa burra civili kërkuan të shkonte me ta për një sqarim në polici, pa hezituar Remziu i ndoqi. Makinat përfshin një Jeep dhe një BMW, u larguan me shpejtësi, askush nuk tregoi një mandat, ai nuk u kthye më kurrë. Dëshmitë dhe investigimet e mëvonshme kanë treguar se ajo u dërgua në një bazë të shërbimit informativ shtetëror në Vlorë, ku dyshohet se u torturua dhe u vra. Trupi i tij nuk u gjet kurrë. Rasti u mbulua me heshtje për vite me radhë, emri i tij përmendej rrallë dhe shumë kush u përpoq të harronte. Bashkëshortja e tij Sadia mbeti vetëm me 5 fëmijë të mitur, prej atëherë ajo është përballur me heshtje, mbyllje dyersh dhe shpesh me frikë. Asnjë institucion nuk e ka kthyer një përgjigje për atë që ndodhi me burrin e saj. Remzi Hoxha është sot një nga figurat simbol të zhdukjeve politike në Shqipëri pas rënies së komunizmit. Hero pa varr, kështu e quan familja dhe shumë nga ata që i njohën dhe e vlerësuan. Ardian, më shumë se çdo kush, ju si familjar keni bërë kërkime. Ju për zhdukjen e babait tuaj çfarë keni mësuar? Atër ne, si familje, gjithmonë kemi qenë përqendruar të eshtrat e tia, do më thonë të trupi i ti, dhe si familje, asë njëherë nuk kemi munduar të lartësojmë figurën e ti. Ermir Dobjani, që ishte avokat i popullit, njëherë ja kishte thonë xhaxhit tim të madh, kur kanë qenë me Pajazit Nushin, një nga intelektualit e mëdhej të Kosovës. Kush ishte Adem Jashari e kush ishte Remzi Hoxha, që i bie që e vlerëson të babin tim më shumë se Adem Jasharin përsa i përket aktivitetit të ti në lëvizjen që ishte politike për çlirimin e Kosovës në atë kohë. Edhe ndoshta është edhe gabim i familjes tonë që nuk kemi bë më tepër që e gjithë Shqipëria, e gjithë Shqiptaria ta kuptoj se çfarë figure e madhe ishte babim dhe çfarë kontributit madh kishte dhënë ai për çështjen kombëtare.
qoftë në Kosovë, po edhe në Shqipëri, po edhe në vise tjera ku jetojnë shqiptarët, edhe ndoshta do kishte pas një qasje më serioze të gjithë spektrit politik, intelektual në Shqipëri dhe më gjerë. Pra, ju po thoni që babai juaj në atë kohë jetonte vërtet në Tiranë me familjen, por jepte një kontribut të madhe për lëvizjen asaj kohe që po krijoi më pas e quajtur UÇK në Kosovë. Patjetër, ajo ka qenë vetëm një nga aktivitetet. Veprimtaritë e tij. Po, domethënë se ka bë aktivitete në shumë fusha, edhe nuk e kemi bë këtë sepse gjithë familja kemi menduar që jemi shumë afër dhe ka ngel edhe vetëm 1% që të vim deri te eshtrat. Ashtu e kemi pas bindjen çdo vit. Domethënë, asnjëherë nuk do na mirë mendja që do shkojnë 30 vite dhe ne nuk do e kemi trupin, nuk do e kemi varrin. Po, kaluan këto vite dhe nuk kemi çfarë të bëjmë, nuk mund të kthehemi mbrapa. Gjatë kohës pandemisë kishim kohë sa duash edhe filluam me i pa disa intervista që një nga bashkëpunëtorët e babit tim, Shevqet Maliqi, kishte fillu t'i merrte intervista njerëzve që kishin bashkëpunuar me babën në fusha të ndryshme, edhe ka bërë shumë mirë që i ka marrë ato intervista, sepse një pjesë e tyre nuk jetojnë më. Kështu që të paktën i kemi ato intervista dhe nga dokumentacion që i kemi gjetë për aktivitetet e tija, atë sa kemi gjetë, sepse një pjesë e madhe është djeg gjatë luftës, një pjesë është humbë, e kështu me radhë, pa ato që i kemi gjetë, edhe kemi kriju një dokumentar që besoj për ditëlindje të babës, me 21 dhjetor do fillojmë ta shfaqim. Mendojmë ta shfaqim në Kosovë, me siguri edhe në Shqipëri e shfaqim në ndonjë nga televizionet, po edhe në YouTube do jenë diku 12 apo 13 pjesë, ku i gjithë publiku do e shef veprimtarin e babës. Por me këtë veprimtari të babait tuaj, ju u njohët në kohën e pandemisë, e njohët babai në vitin 2020, le të themi, kur ju zbulua të gjitha aktivitetet e tij dhe këto intervista nga miku i vet? Unë dhe familja, normal që shumë kemi mësu nga këto intervista, domethënë se ne nuk i kemi ditë detajet e aktivitetit të babit tim, po edhe s'kemi qenë të interesuar sepse nuk na ka interesu asgjë përveç eshtrave. Domethënë ne si çdo njeri, si çdo njeri për prindin, se baba s'ka titull në familje, është baba. Edhe për gjashgjellarët e mi, vllai, për hallat vllai, e kështu me radhë, për nanën time burri. Domethënë, nuk na kanë interesu as veprat e tij, as asgjë, vetëm trupi, bre. Domethënë, vetëm t'ja bëjmë një varr, edhe ta mbyllim si kapitull, domethënë kjo plagë që ende e kemi të hapur, të mbyllet, shenja e plagës do jetë, po të mbyllet plaga, kurse ne tash e kemi plag varr të hapur. Një dhimbje pafund. Am kupton, domethënë, për neve ngushëllim është ta gjejmë të vdekur, para mendo. Domethënë, ta gjejmë të vdekur është lehtësim për neve, lehtësim shpirtëror. Domethënë, ne e dim se çfarë tragjedi është të na vdes baba, të na vdes një familjar, çfarë sa e vështirë është. Kurse për neve edhe ajo është lehtësim. Am kupton, domethënë, është shumë e vështirë dhe vetëm ata që kanë një rast të tillë në jetën e tyre mund ta kuptojnë. Ardian, për zhdukjen e babait tuaj është folur gjerësisht, jo vetëm në mediat në Shqipëri, në Kosovë, por kryesisht në Shqipëri, në vendi ku ndodhi zhdukja. Besoni çfarë, më së shumti? Unë besoj që gjithmonë ka ekzistuar mundësia që eshtrat e babait tim të gjenden, sepse ka njerëz që i dinë. Domethënë ata që kanë qenë pjesëmarrës, po kanë mund të bëjnë edhe ata që nuk kanë qenë pjesëmarrës, sepse babin tim e kanë rrëmby njerëz e shikut të asaj kohe, ku në krye të shtetit ka qenë Sali Berisha dhe unë e them gjithmonë që Sali Berisha nuk është që fizikisht vetëm me durët e veta e ka mbyt babin tim, po ai ka qenë personi që ka dhënë urdhër, që ka dhënë dritën e gjelbër që kjo të ndodhë. Tash e përmendi edhe zoti Beqiri që është vrasje politike. Neve, në fakt, nuk na ka interesuar ajo pjesë fare, sepse, sinqerisht, neve na intereson t'i gjejmë eshtrat. Për atë pjesë mund të merremi pastaj, ne si familje. Qartë. Po. Kështu që, unë mendoj që as ata që nuk kanë qenë të përfshirë, që janë njerëz të Partisë Socialiste,
që kur kanë qenë në opozit, gjithmonë e kanë përdorë si rast për të hedhë gur, për të marrë kështu pojena politik në opinion dhe tash mandati i 4 as që merren, as që janë marrë as njëherë me zbardhjen e rastit babit tim. Kështu që unë si ardian, si shqiptar, e them haram i qoftë gjaku i babit tim, haram i qoftë i gjithaj mund, gjithë njerëzve që kanë mundësi të bëjnë diçka, duke fillu prej Edi Ramës e të poshtë. Gjesti, unë ditën e sotme dua t'jap disa pasazhe nga libri i gazetitarit Mero Baze, Republika e Parë, besoj ju e keni lexuar atë libër, disa faqe ja ka kushtuar babait tuaj. Kështu që e ndjekim në këtë momente se çfarë thot gazetari Mero Baze, i cili e ka njohur shumë mirë në ato vite Remzi Hoxhën, jo si një biznesmen që ishte në Tiranë në vitin 1995, por një mik që pinte kafe dhe punë kërkimore dhe çfarë ka shkruar vetë Mero Baze në gazetat e asaj kohe. E ndjekim. Remzi Hoxhën e kam njohur në fillim të vitit 1995, ndërkohë që punoja edhe në gazetën e Rilindja në Tiranë. Ishte burr thuajse i heshtur, i cili mbante gjithmonë cigare në gojë si për të justifikuar pse nuk përfshihej në bisedat tona të zhurmshme. Gësë trokiti në zyrën time një ditë të javës së parafundit në tetorin e vitit 1995, i shqetësuar se Remziun e kishte marrë policia kriminale dhe ishte i merakosur se mos e keq trajtonin. Bashkë me të ishte Nexhmedini, vëllai i Remziut, më kërkuan të pyesja çfarë mund të ishte bërë me të. Brenda një ore, kam pyetur në telefon gjithë kupolën e shtetit, që nga shefi i komisariatit numër 3, deri te Sali Berisha. I pari Gjergj Gjorgo, shefi i komisariatit numër 3, pranoi se Shik ka sjell një kosovar në qeli, por nuk është në dieni se kush është. Zakonisht i mbajmë 24 orë, më tha. Pas 24 orëve nuk dinte më asgjë. Kush ishte ai që kishin sjell dhe ku ishte? Aleksandr Meksi si kryeministër dhe Agron Musa Raj si ish-ministër Endi nuk kishin asnjë dieni, por ishin të qartë në shpjegimet e tyre. Ishte punë e Shik. Vetëm 2 persona më janë përgjigjur një lloj dhe më kanë bërë të njëjtat pyetje. Ata ishin Sali Berisha dhe Bashkim Gazidede. Të dy më kanë pyetur, ende pa më dhënë përgjigje, se ku e njoh Remzi Hoxhën dhe ua kam shpjeguar si ishim njohur. Të dy më kanë pyetur ende pa mu përgjigjur se ku është, se ku e njihja unë ortakun e Remzi Hoxhës dhe ua kam shpjeguar. Të dy më kanë lënë të kuptoj të mos përzihem në këtë punë, se mund të jenë lojra shërbimesh dhe ai ortaku i tij të ketë kujdes. Dhe të dy në fund më kanë thënë, ne në fakt nuk dim gjë ku është dhe pse më shumë më bën pyetje ata se sa unë atyre. Kolegu tim, Ylli Rakipi, që i kërkova ndihmë ta ripyeste Berishën për këtë çështje, pashtu i kishte ribërë disa prej këtyre pyetjeve, pastaj i kishte thënë se mund të ishte agjent i UDB-s dhe nuk duhej përzier në këtë punë. Më pas nuk të jepnin më asnjë përgjigje, pasi me sa duket u kishte vdekur në duar. I akuzuari si i rrëmbyer i tij, Arben Sevgjini, qëndroi deri në fund të vitit 2013 drejtori i rëndësishëm i qeverisë Berisha, edhe pse kishte dënim nga gjykata për përfshirjen në zhdukjen e Remzi Hoxhës. I akuzuari direkt Ilir Kumbaro u ndalua në Britani të Madhe dhe mendohet se është arratisur drejt Brazilit në pamundësi për t'u gjetur. Ngjarja e përshkruar me dëshmitë e familjarëve dhe punëtorëve tregon qartazi për përfshirje direkte të strukturave të policisë së shtetit dhe Shik në këtë histori. Më pas, kur nuk dhan asnjë përgjigje, gjyqi ndaj fajtorëve përfundoi me masa gjysmake pas zbuluar ku gjendet trupi, por duke fajsuar shërbimin informativ për zhdukjen e tij. I pari ka qenë xhaxha juaj që ka mbritur me njëherë në Tiranë dhe takimin e parë ka bërë me gazetarin Mero Baze, i cili e tregon në librin e tij qartë që ka bërë gjithë telefonatat e mundshme, por nuk ka mundur dot të marrë asnjë përgjigje, edhe pse ka futur kolegët e vet. Është e vërtet, personi që përmendet në GS është Gentian Sula, që ka qenë bashkëpunëtor i afërt i babit tim. Babi i Gentianit, Astriti, ka punu, ka qenë administrator në kompanin tonë. Kështu që normal Gente njifte Mero Bazën edhe normal që kanë shku të Mero duke e ditë që kishte kontakte.
edhe është interesuar që ditën e parë, po pa sukses. I ka spjegu gjitha aty shumë në detaje. Dhe normal që ne asnjëherë nuk do na mirë të mendje që do e vrisnin. Do thot, ideja ishte që do lirohej, ndoshta mbas 1, 2, 3 ditëve, po fillun me kalu javët, muajt, vitet, edhe ja ku jemi, do të thëmë, 30 vite që... Dhe ende nuk ka një gjurmë nga trupi i tij. Mirë, më duhet të bëj një shkëputje në këtë momente, të kaloj në një këshill mjekësore dhe rikthehemi sërish bashkë live për të vazhduar me këtë ngjarje. Jemi rikthyer në studio dashur miq, ku po vazhdojmë të flasim për historinë e bushme, zhdukjen e Remzi Hoxhës, shqiptari nga Shkupi, i cili u rrëmbye në 21 tetor të vitit 1995 këtu në kryeqytet në Tiranë nga ish punonjës të Shikut. Ndërkohë me mua në studio është i biri i tij Ardiani dhe avokati Idaet Beqiri. Avokat, ju e keni njohur mirë Remzi Hoxhën, i cili djali do ma konfirmoj, ka ardhur në Shqipëri me familjen në 1991. 91 ka ardhur vetë, ne jemi bashkangjit 95. Në 95. Disa muaj para se ta rrëmbeni. Ju e keni njohur në ato vite Remzi Hoxhën. Në fakt, kush është skenari? Ishte një rrëmbim për ta trembur, apo ju ngeli në dorë dhe nuk dini çfarë të bënin? Jo, unë e kam njohur kjo në vitin 1991. Kishim krijuar Partinë e Unitetit Kombëtar atëherë në 10 janar të 91-shit, edhe unë isha kryetari i kësaj partie dhe themeluesi i saj. Dhe Remziu vinte shpesh tek zyrat tona, ne zyrat i kishim aty bashkë me ish Selin e Partisë Demokratike, ne domethënë nga ana këteje e Godinës. E Drinit, ose Drinit përballë asaj që është vrarë Azem Hajdari, dhe ata hyrin andeja. Kishim 8 zyra aty. Dhe në ato zyra Remziu vinte shpesh. Vinte shpesh, ne fillimisht e kemi njohur si biznesmen, se merresh me biznes, edhe ishte i rrallë. Na dukesh diçka e veçantë në aspektin që ne atje ishim shumë të varfër, me thënë drejtën. Edhe për të bërë një aktivitet, një mbledhje, një gjë për një sallë e kështu, domethënë ishim keq, nuk gjenim dot fonde për të asnjë fond për një aktivitet. Dhe ai ishte gjymert i madh. Po të ishte një aktivitet kombëtar, bie fjala për çështjen kombëtare, për bashkimin kombëtar, për gazetën Kombi, në një ndihmë të tjera, domethënë ishte njëri që ndihmonte. Edhe shtypin përgjithësinë në Shqipëri, madje edhe gazetarë të ndryshëm, se ishin, kur them të varfër edhe me një dreke, me një darkë, dhe u duke shumë po të jepje. Ai, domethënë ishte njëri 5 vite pas rënies së komunizmit. Ishte njëri me të vërtet, ishte shumë në kuptimin e vërtet fjalës bukdhenës. Edhe na bënte përshtypje faktikisht në këtë aspekt. Por ishte edhe atë detar i madh, domethënë. Në aspektin që nuk pranonte ai zgjidhje tjetër, se atëherë diskutohej shumë, jo autonomi të gjerë për Kosovën, jo një republikë brenda federatës, Serbi, Malizi, edhe Kosovë të ishin bashkë e tjera, jo, ai ishte radikal në pikpamje, siç ishte edhe Partia e Unitetit Kombëtar. Do bashkim kombëtar thosh ai, ku siç kemi qenë, na bëj prap, domethënë siç ka bërë Zoti, kështu duhet jemi prap. Shqipëri e Kosovë nuk janë. Kosova është pjesë e Shqipërisë. Domethënë i kësaj alternative ishte faktikisht. Edhe lidhjet e tij ishin pikërisht me këta njerëz aty. Unë mbaj mend që ai lidhje, se të fillimit fare që kanë ardhur këtu në Shqipëri kanë qenë disa. Gjavit Haliti bie fjala, ka qenë i hershëm shumë që vinte, ose Zeka, që i thon këta në kohën e luftës, ose Mentor Kaçi, ka qenë u burgos pastaj më vonë mentori, sepse e spionuan këta plerat e Shqipërisë, klani Berishës me shok edhe zun atje në Prizren e futën burgat, edhe Vojti Shumaj më vëriu, tani është mirë thonë, Ismet Kryeziu, edhe ishin shumë në këta të lëvizjes për shlirimin e Kosovës, ilegal shumica e tyre, por edhe se ishin disa forca, edhe lëvizja për Republikën e Kosovës, LPK-ja, që ajo pastaja lindi realisht ushtrinë qëllimtare të Kosovës, dhe me këta kishte lidhje të fuqishme Remziu, kishte lidhje me tërë këta. Po edhe kur vinin që andeja, unë
nuk i kam se disa kur themi ishin ilegal dhe në atë moment nuk i dallojnë edhe do të çfarë ishin ata, por ata gjeni strehim, domethënë i rregullonte për të fjetur, i rregullonte me ushqim në hotele ku sistemoheshin ato pak hotele që kishim ne këtu. Remziu, domethënë i mbante në lidhje të tërë këta që vinin që andeja. Edhe domethënë kështu ka qenë njohja. Por kur ka ndodhur pastaja ajo takimi atje në Ohër, edhe pati goxha debate edhe këtu në Shqipëri që ka ndodhur diçka e madhe dhe kishte njerëz që e dinin historinë si ka ndodhur atje, edhe Remziu faktikisht në qarqe të ngushta, ilegale, ai konsiderohesh sikur ishte kryetari i një lloji shërbimi informativ të televizjes për çlimin e Kosovës. Ajo lëvizja e ruan televizjen nga udbashët që thoshin atyre në atë kohë, edhe ai ishte syri, domethënë syri i kësaj sigurie që i ruante njerëzit e tjera. Edhe materiali që ai sytë e tij që kishin para atje, për edhe një filmim që faktikisht ai kishte bërë në Ohër kur ishte bërë takimi siç thash, i Grigorovit, i Slobodan Miloševićit edhe që ishte Sali Berisha, ajo ishte i befasi jashtëzakonshme për Shqipërinë, sepse ne atë nuk e imagjinonim që Sali Berisha do ishte pjesë e tyre, do rrinte me Miloševićin edhe kur në kohën që kishte filluar, domethënë lufta, ishte Kroacia luftonte me Serbin, edhe pas Kroacisë plasi lufta në Bosnjë me ato masakrat jashtëzakonshme dhe pastaj në Kosovë. Po vinin radhë, domethënë këto, edhe në këtë moment ne mendonim se Berishën e kishim të anës tonë, se ishte presidenti i Shqipërisë. Ai faktikisht infiltronte me Slobodan Miloševićin. Edhe kur na dualën pastaj këto që u thashun të juve, aferat e armëve, që i jepeshin edhe u thye embargua, edhe Berisha i çonte karburant Miloševićit dhe armë pa domethënë dogan fare, atëre u muar vesh edhe arsyeja se pse Berisha urdhëroi ekzekutimin e Remzi Hoxhës. Ai faktikisht në Remzi Hoxha ai donte me çdo kush që atë video të mos e kish në dorë Remzi Hoxha, ose kush e kish në dorë të merrej të zhdukej, sepse ishte një provë që atë e shkatërronte faktikisht në opinionin mbar kombëtar shqiptar, edhe Sali Berishën, flas gjithmonë. Dhe pikërisht për këtë arsye, domethënë, ai urdhëroi Gazideden që o të gjende dhe ky njeri të tregoj ku është kjo video, ku t'ja ka dhënë, edhe kush e ka, kush e disponon, domethënë këtë video, o të tregoj o s'ka ku të vej, domethënë në këtë, kështu ju shtrua alternativa. Edhe rrëmbimi i tij për këtë shkak u bë faktikisht, u bë se u mor vesh që ky e kish par takimin, e kish filmuar dhe ishte dëshmitar okular i asaj që ndodhi në Ohër. Dhe kjo ishte provë e rëndësishme që i zhdukur. Dhe prijedhoi. Ardiani tha që pas 4 ditëve, sipas dëshmive, ka ndruarie. Do të thotë në 4 ditë ai ishte torturuar? Ai u muar, e shëmbajtur një ditë dhe ky Gjergo ka shumë gjëra për të thënë ky Gjergo, se Gjergo, drejtori i policisë, komisari i policisë ka qenë atëherë tek rajoni 3, ku ai e zhburgosur dhe ka ndenjur 24 orë, ka qenë, domethënë, pjella e keqe e Agim Shehut, ish drejtori i policisë atëherë. Mero Bazo, ai ka deklaruar në atë kohë për Mero Bazën që ka ardhur një shqiptar i Kosovës, ka thënë, ka qëndruar 24 orë dhe më pas është larguar. Po çu është larguar? Po si do largohet ai pa patur dieni? Shefi komisariatit të policisë i ka mbyllur. Kush erdhi që ta merrte? Për çfarë arsye u mbyll aty ai? Ky u muar ai, u çua fshehura se nuk mori vesh shefi komisariatit të policisë? Jo, ai di shumë gjëra për të thënë. Por këto gjëra që ai dinte shumë për të thënë, ai nuk i ka dhënë ndonjëherë shpjegimet e plota, të sinqerta e të tjera. Por ky është më e vogla. Këtu pastaj problemi më i rëndësishëm ose strumbullari i asaj që ka ekzekutuar atë që urdhrin, domethënë Sali Berishës, ky njeri në rast se nuk tregon këtë gjë, edhe në rast se ky, domethënë, lihet i lirë, ky ne
domethënë na krijon telashe të jashtëzakonshme, prandaj zhdukeni. Dhe me ekzekutimin e tij pastaj është marrë Bashkim Gazetete, ishte kryetari i Shikut të Shqipërisë. Ai pastaj mori grupin e vet, më të besuarit e vet që kishte, më të besuarit kishte këtë, domethënë që u dënua faktikisht edhe Lir Kumbaron, Arben Sevgjinin dhe të gjitha lidhjet faktikisht që kanë ndërtuar Sali Berisha me të gjithë këta që ishin faktikisht pjesë e grupit që e muarën e çuan në Vllahin, në Vahin të Lezhës, atje në atë pyllin e famshëm ku kishin një dhomë këta të sigurimit, këta të shërbimit informativ kombëtar. Atje kishin një tip zyre që atje i merrin, o i përpunonin, ose i maltrajtonin e tjera kur donin nxirin diçka. Edhe atje e quan ata, dhe atje ai është torturuar për shumë ditë me radhë. Është torturuar njerëz edhe të rreth që kanë qenë larg, domethënë kështu se atje s'ka shtëpi banimi e tjera, po tregojnë që dëgjonin domethënë klithma, ulërima që domethënë ishin me gjithmend të rrënqetëse. Thonë edhe banor atje të atyre fshatrave aty për rreth në Lezhë. Dhe tani ai na torturat mund të ketë ngelur dhe në dorë. Ata mas e kanë dashur deri në fund që t'i nxjerrin të vërtetën edhe nuk janë nxuar dot, edhe ai u ngel në dorë edhe vdiq. Po problemi është ku e çuan pastaj ata. Këtu ka disa pastaj variante që thuhet ku e qysh e teke ku gjendet e tjera. Dhe në këto variante pastaj janë përzierë shumë njerëz, edhe këtu në Shqipëri, bile ka nga ata që kanë qenë afër edhe presidencës, edhe institucioneve tjera këtu në Shqipëri, përveç Shikut, se Shiku ishte, si ku a thash, i Gazetetes, por që kanë ditur, kanë dhënë dhe informacione, madje kanë marrë dhe lek, shumë të mëdha lekësh, dhe kur ka ardhur problemi, nuk kanë treguar ku gjendet edhe si është problemi i tij. Por unë u thash, Ismet Kryeziu për shembull kishte informacion goxha, edhe një pjesë të informacionit e dha edhe për publikun. Një nga mediat ku kam punuar dhe unë. Në intervist, dhe ai pikërisht sa dha atë intervist të nesërmen, e asaj interviste ai ju tha të pini një kafe, se qa numër telefoni e mori ende, domethënë është enigm, edhe nxuar në atje rrëmbyen dhe ai nuk dihet, edhe sot e kësaj dite nuk dihet se ku është. Çështja u hetua faktikisht, dhe hetim serios. Për të dalë tek hetimet, do bëjmë dhe një shkëputje tjetër, por çfarë u tha përpara se të kalojmë, kemi dhe 1 minutë kohë, më thot regjia për të kaluar në reklama, çfarë u tha në atë kohë? Ai ju ngeli në dorë, trupi i tij u dyshua ku zhdu, ku versionet u thanë të ndryshme. Janë disa versione, por ai version bie fjala që mori 20.000 euro që do tregonte ku është varrosur, ai tashme u zhduk pastaj, u zhduk. E shktua i midis nesh, po problemi është që nuk e dha me atë version që ku ndodhë, se thoshte sikur gjoja e kanë quar në mali me gropa, po s'ishte e vërtet, kurse versioni tjetër ishte që versioni tjetër është nga vetë këta që e kanë bërë faktikisht të gjenë, bisedat që kanë bërë në atë më thënë edhe që kur u e shkërkuar që kysh ndodhi, edhe kanë thënë që a i në ngeli në dorë, nuk na i mori mendja që do na vdiste në duar, ne mendonim që të vazhdonim dhe ta pyesnim, edhe menduam se po ta qetësonim po qetësoj si pas nesh, por kur vajtëm a i në ngeli në dorë, dhe për rjedhoj e muarëm, e kanë marrë me një, si që është folur në atë kohë, gjithë një. Si që është folur, e muarën me një tip varke me motor aty, edhe në një thellësit detit aty ku ishin, në thellësit detit e kanë hedhur. Atje, pasi e kanë bërë copa, e kanë hedhur. Kalojmë në reklama dhe rikthehemi sërish bashkë. Ky është një variant që u diskutua atëre, domethënë. Në reklama. Jemi sërish bashkë live dashur miq, në fakt jemi në këtë pjesë të dytë dhe e lama avokat tek versioni i tretë, le ta quajmë për këto versione faktikisht, këto versione janë që i përhapin më shumë autorët e këtyre krimeve. Që thotë nuk janë të vërteta. Ata që kanë bërë ekzekutimin, ata
përpiqen që të mbulojnë të vërtetën dhe që të hidhen brek më brek me qëllim që njerëzit të merren me këto, me versionet ku është, ku se është e tjera me radhë, se ata e din fare mirë, domethënë ku e kanë varrosur, aq më shumë që ai, domethënë mbasi vdiq, pra mbasi u vdiq atyre në duar, në torturat e tjera, nuk fliset do të me, nuk dëshmonde do të me, kështu që çrëndësi kishte zhdukja e kufomës. Çfarë arsye kishte zhdukja e kufomës? Arsyeja vetme ishte për të mbuluar gjurmët e krimit, dhe për të mbuluar gjurmët e krimit, ata hidhin variante dhe shtynin edhe vetë, edhe të tjerëve, me thashë theme, jo ndodhet tu, jo ndodhet në det, jo, këto janë, asnjëra prej këtyre nuk është faktikisht e vërtet. Dhe unë jam i bindur që ai faktikisht eshtrat e tij ndodhen diku. Mirë po ndodhen diku, atëre kush duhet ta thotë këta ku ndodhen, dhe kush e di ku ndodhen. E di Sali Berisha, e di Arben Sevgjini, edhe e di ky Ilir Kumbarua. Këta tre e dini jashtëzakonisht mirë ku janë eshtrat e tij. Dhe mbi ta nuk rëndon vetëm gjaku, që edhe jeta që ja muarën, domethënë Remzi Hoxhës, po qëndron edhe kjo që do ta kenë plagë gjatë gjithë, edhe kur t'ikin varr ata, do ta marrin me vete këtë plagë që kanë shkaktuar familjes dhe një opinioni të tërë, sepse është gjak që vret, realisht gjak që vret. Se ai nuk është problemi të bëri diçka të keqe, domethënë, po që të bësh diçka të mirë, diçka madhore, diçka kombëtare, diçka për të mirën e vendit tënd, të popullit tënd, të dheut tënd, të bashkimit tënd kombëtar, dhe të marrësh si shpërblim vdekjen edhe torturat njerëzore dhe pastaj ta lësh edhe pa varr, këtë gjë faktikisht, se këta janë shërbëtor faktikisht Serbisë, po Serbia nuk është kaq e egër sa këta domethënë të pafytyrët edhe këta kriminalët tanë këtu, sepse Serbia në fundit ka vrarë, por i ka ruajtur varret e tjera dhe ne gjejmë ku i kemi e ku si kemi. Kurse këta janë shumë herë më të egër edhe se serbët e Serbisë. Në vitin 2012, ish gjykata krimeve të rënda e dënoi në mungesë Ilir Kumbaron me 15 vite burg. Ndërkohë që u arratis dhe u vendos në Britaninë e Madhe. Ai sot kërkohet nga Britania e Madhe për lloj krimit vepër penale të imigracionit të palishëm. Do thotë që në mënyrë të palishme ka jetuar në Londër. Ndodhet aty apo ka lëvizur në vende të tjera apo në Brazil, si shkrua në librin e tij Merobaze, kjo nuk dihet. Problemi është që ai në Angli është dënuar për këtë vepër penale. Po, janë dhe skedat e policisë, skedën e policisë, pikërisht të këtij vendi. Edhe duke qenë që u dënua për këtë vepër penale, atëre Anglia për këtë vepër penale ka atë në kërkim. Nuk mund ta shpallit dot Anglia në kërkim për vrasjen që ai ka bërë Remzi Hoxhës këtu në Shqipëri. Kjo është një vepër penale që ka ndodhur në Shqipëri, dënimin ai e ka marrë këtu dhe i shpallur, domethënë ndërkombëtarisht, pra si person që është në kërkim ndërkombëtar nga më të rrezikshmit, edhe është domethënë atë listën e Interpolit që kërkohet kudo në çdo vend të botës, ai është për krimin e vrasjes që ka bërë këtu dhe Interpoli jon e kërkon kudo atë në botë. Kurse Anglia e kërkon për hesapin e vet, e kërkon për këtë dënim që i ka dhënë dhe që i duhet vetë ta vuajë atje këtë dënim. Por dënimin për krimin që ka bërë këtu në Shqipëri, ai nuk e vuan në Angli. Anglia, domethënë po ta zëri atë, do vuaj dënimin që ka bërë atje në Angli dhe pastaj do të futet në marrëdhënie me shtetin shqiptar për ta ekstraduar, për ta sjellë në Shqipëri. Kurse çdo vend tjetër i botës që do ta kapi, Shqipëria pastaj do të ketë do të zbatoj procedurat e ekstradimit për ta sjellë faktikisht këtu. Por është një plagë e hapur, është një krim faktikisht që ende rëndon, është një akt barbar, edhe si i tillë, pavarësisht se si u mbyllën hetimet, se hetimet u thash që nuk u quan deri në fund, prokuroria e krimeve të rënda me zhdukjen, me eliminimin e prokurorit Xhevat Hana, që ishte një prokuror, domethënë jashtëzakonshëm për mua, nga më të ndershmit, edhe do të ishte ai ishte përdrejtues edhe i SPAK-ut, sot ata e zhdukën faktikisht edhe dosjen e tij e sakatuan, edhe përjedhoi ajo është përsëri një çështje që duhet të rishikuar dhe duhet të rihapur, dhe në këtë aspekt edhe Adriani ka të drejtë që thotë
kaq vjet domethënë në pushtet këta socialistët që erdhën, qeveria aktuale, Ministria e Brendshme, Shërbimi Informativ, dhe nuk ka zbuluar asgjë. Edhe faktikisht asnjë lloj veprimi, se po të kishin bërë qoftë edhe pak veprime të specializuara, Policia e Shtetit edhe Shërbimi Informativ Shtetëror, ne sot do ta kishim atë dosje të qiruar dhe do kishim një kërkesë për rishikimin e çështjes edhe do të rigjykohej. Mirë, po prap ka pengesat jashtëzakonshme. Unë jam personi që kam kërkuar, sepse kam një prokur nga Adriani, për ta ripar këtë çështje dhe kam kërkuar dosjen tek gjykata speciale e sotme, se ajo e ka dosjen e tija, dhe shikoj që edhe sot aty ka element saliut që pengojnë edhe dhenjen e dosjes. Mirë, jam e detyruar të bëj shkëputjen e fundit publicitare, do të jemi në një këshill mjekësore, prostatolin, e ndjekim dhe rikthehemi. Jemi rikthyer në studio, vetëm 2 minuta na kanë ngelur në dispozicion. Ardian dua të pyes çfarë kujtime shura nga babai, si e kujton? Ke qenë sa vjeç? Kam qenë 14 vjeç. 14 vjeç. Ka qenë një njeri shumë adhëtar, do thotë që mua dhe vëllezërit e motrat gjithmonë na ka mësuar për atë dashurinë, për historinë kombëtare, për vujtjet që i kemi pas ndër vite. E kështu me radhë, normal na kanë mësuar që t'jemi njerëz të ndershëm, që t'jemi bujar, zemërgjër. Po e shoh, domethënë gjithmonë e kujtoj si një njeri shumë të guximshëm, një njeri me nivel intelektual shumë të lartë dhe një njeri shumë praktik, një njeri që domethënë ka pas një vizion të qartë edhe që ka vepru pa ngurim. Imazhi i tij ka munguar në familje. Po, gjithmonë. Kështu që do ta kujtojmë gjithmonë edhe uroj që të zë vendin edhe ky në historinë e popullit tonë dhe besoj që do punojmë tash që edhe ky ta ketë vendin e tij në histori, sepse s'jemi marrë me atë pjesë fare. Me këtë dua ta lidh edhe këtë pjesën tjetër që e kam si kërkesë realisht për politikanët në Shqipëri. Dhe e mbyllim me këtë mesazh. E kam thënë shumë herë që Sali Berisha do njihet si anti-shqiptari më i madh i gjitha kohrave. Po edhe te pjesa e Edi Ramës, që është një nga liderët më të suksesshëm të historisë moderne të Shqipërisë, që vetë nuk ka qenë pjesëmarrës në këtë, po duke mos u angazhuar, lidhet me atë thënien drejtësi e vonuar është drejtësi e mohuar. Kështu që edhe në këtë, nëse nuk angazhohesh, i bie që nuk të intereson edhe do të thotë nuk ke interes ta zbardhësh. Ai shpesh e përmend liria ka emër, që e suporton Hashim Thaçin, po edhe babi im ka qenë prej aktivistëve shumë të mëdhej, kështu që nëse e ka me të vërtetë atë liria ka emër, le të angazhohet me rastin e babit tim, sepse është shumë lehtë, sepse Arben Sevgjini është ende në Shqipëri. Dhe uroj të zbaret kjo e vërtet. Falenderoj që të pata në studio. Një të vogël, nëse më lejon, vetëm një 30 sekonda, vetëm të lutem. 30 sekonda. Po. Unë mesazhin e kam drejt për Sali Berishën. Edhe bile e shikojnë sy. Arben Sevgjinin e shikojnë sy. Edhe ata të tjerët që din ku është varri i tij. Tregojani varrin djalit të tij. Të paktën shlyeni një lloj mëkati. Tregojani varrin. Mos e merrni me vete këtë sepse është barr e jashtëzakonshëm për gjithë farefisin tuaj, se është plagë edhe tragjedi që nuk shërohet kollaj. Ju falenderoj që u pata në studio dhe uroj të zbaret kjo e vërtet. Faleminderit dhe ju miq që na ndoqët ditën e sotme, takohemi sërish nesër bashkë live, mirupafshim.